nuk ka pas ndonjë reagim pozitiv nga ana e qeverisë Republikës Kosovës. I vetmi reagim ka qenë ai i anëtarëve të dikasterëve qeveritarë që i kanë bërë realisht kërkesës parashtruar nga ana e presidentës së Republikës Kosovës për të njëjtën çështje, pra që të pezullohen tarifa doganore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte pa kuptimt që në vend se të kishim një reagim pozitiv, çështja përfundoi me një polemikë të brendshme politike, për shka ne sërish si Udhë Ekonomike Amerikane reaguam pas kërkesës tonë fillestare që të hiqen tarifa doganore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një çështje që mos ndërmarrësh veprim, por është çështje tjetër pastaj që kërkesat e tilla të shndrohen në objekt të polemikave të brendshme politike. Asnjë çështje e cila përcakton ose ndikon në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do duhej të bëj objekt i polemikave, po do duhej të ishte gjithmonë çështje e konsensusit të padiskutueshëm të brendshëm politik. Ajo çfarë kemi parë prej të gjitha partive, të shumicës e partive në Republikën e Kosovës, partive parlamentare, është që kanë mbështetur një kërkesë të tillë dhe rrjedhimisht vetëm partia në pushtet realisht nuk ka ndërmarrë masa të tilla ose nuk është deklaruar nëse e mbështet një kërkesë të tilla apo jo. Çfarë do të thonë një vendim i cili tashmë ka qenë pjesë e strukturës tarifore të ndërtuar të vendosur për gjatë viteve në Kosovë, nga koha e administrimit nga Kombet e Bashkuara e më tej, domethënë pas pavarësisë, do duhej që të kishte një trajtim të veçantë në rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mos qenë anëtarë të organizatës botërore të tregtisë, nuk besojmë që ka dispozita cilat do të rëndonin mbi Kosovën dhe do të parandalonin që Kosova të ndërmerrte një hap të tillë. Gjithsesi, ngjajshëm me masën e fundit të ndalimit të importit të produkteve nga Serbia, e cila thirrej në një masë të sigurisë, argumenti i sigurisë, në këtë rast duke ditur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajnë rolin kyç në ofrimin e sigurisë për Republikën e Kosovës, do të mund të ishte në fundament të një vendimi i cili do të merrej në mënyrë të njëanshme, ashtu siç i kemi kërkuar ne për pezullimin e tarifave doganore me Shtetet e Bashkuara. Vendimi i administratës amerikane tashmë është që është mas reciprociteti, që do të thotë që u takon shteteve të tjera cilat i kanë vënë paraprakisht këtu detyrime doganore ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i shfuqizojnë, ashtu që pastaj administrata amerikane të mund t'i konsideroj heqjen e një mase të tillë reciprociteti që u ka vënë shteteve, në këtë rast Shtetit të Kosovës. Gati çdo ditë po përsëritet nga ana e përfaqësuesve të ndryshëm të administratës amerikane, nisur nga presidenti Trump, që po presim që shtetet të vinë edhe të fillojnë të negociimin e marrëveshjeve për tregtit lirës, aranxhimeve të tjera, ashtu që edhe ne të mund të reagojmë. Është pa kuptim që nga ana e institucioneve tona shtetërore realisht nuk po japet asnjë sinjal për sa i përket kërkesave që janë parashtruar nga ana e disa hisedarëve, përfshirë edhe Udhën Amerikane, asociacionet e tjera të biznesit, po edhe hisedarëve shtetërore, hisedarëve politik në anën tjetër. Domethënë tarifa si e tillë megjithatë është si them nuk lëshëm hapësirë për një pesimizëm ose pritshmëri negative, për shkak se lartësia e saj në rastin e Kosovës nuk është e krahasueshme me tarifën që për shembull është dhënë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian apo disa prej shteteve fqinje të Kosovës që janë, si them, në brenda rajonit të Ballkanit perëndimor. Edhe Kosova dhe Shqipëria në këtë rast kanë pasur fat pak më të mirë, me që tarifa në rastin tonë është vetëm 10%, po të hiqej fare natyrisht do të ndikonte pastaj në rritjen e investimeve amerikane dhe investimeve të tjera të huaja, të cilat do të konsideronin Kosovën si vend të përshtatshëm për zgjerimin e investimeve të tyre, edhe pastaj natyrisht eksportimin e të njëjtave produkteve qoftë në Bashkimin Evropian, në Republikën e Turqisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e ditur që përparësitë tona konkurruese do të rriteshin më tej.